16 krime të reja ngjiten prej mbrëmjes të sënës në skenën e Teatrit Migjeni në edicionin e jubilejit të 10 të Festivalit Lulebor. Organizatorët dhe grupi punës kanë zgjedhur të ndajnë detaj me publikun mbi 2 e festivalit. Një nga eksperiencat e veçanta që nuk ekziston në një qytet tjetër. Ky festival i cili sjell ose kërkon të sjell muzikën tradicionale, muzikën popullore, muzikën qytetare, në vijim të një tradite e cila ka filluar shumë herë. Tradita e zhvillimit të festivalit në Shkodër është një realitet që është mundësuar nga disa faktorë pa cilët nuk mund të ndohet realizimi. Janë forcat krijuese dhe forcat interpretuese. Në Shkodër një koncert i mirëfillt simfonik zhvillohet me orkestrën simfonike, që është një partner pa diskutueshëm i rëndësishëm në vitin 1960. Entuziazmi sigurisht i rezultateve që merrte orkestra simfonike, mjeshtri për nga koha me gjithë rrethin e bashkëpunëtorëve që kishte, krijoi predispozitat që të bëjë një festival. Dhe pikërisht në 62-shin, për herë të parë, në gjitha informacionet që kam për herë të parë në Shqipëri, dhe këtë e tham si studios i muzikës, nuk e tham si shkodran, zhvillohet një festival i këngës. Festivali Lulebor për mua është diçka e re, është hera parë që dirigjoj dhe që kam kënaqësinë të bëj këtë gjë, kështu që jam shumë e lumtur. Unë ndjehem shumë i nderuar që jam në mes të një stafi me kaq shumë cilësi artistike, me shumë peshë në historinë e muzikës, qoftë qytetit Shkodrës edhe në përgjithësi Shqipërisë, nga ajo që tha profesori për historinë e këtij festivali, më vjen shumë mirë që jam këtë vit që është dhe një vit jubile në pjesën e konceptit të regjizurës. Më vjen shumë mirë, kam dëgjuar këngët dhe materialet që këtë vit janë ndryshe dhe kanë atë karakterin e trashëgimisë mirë muzikës qytetare, por edhe të sjell në kohë. Ky edicion jubile prit të konfirmojë se tradita dhe moderniteti mund të bashkëjetojnë në harmoni në një festival që ka krijuar identitetin e tij artistik.